Përshëndetje njerëz, Diaku ushqimi edhe në këtë të premte. Ju lutem shumë një duartrokitje shumë të madhe kështu imagjinare se studio është bosh na është rikthyer në studion ton Ridinela. Ku ishe? Shiko, më vjen shumë turp ta pranoj, po e kalova shumë keq mbylljen e TikTokut dhe më desh që të bëja reconnect me natyrën dhe ika jashtë shtetit, të kisha pak më shumë kohë me TikTokun, kupton, edhe u qetësova, jam më e qetë tani. Po mirë, ku ti mori leti një herë që ike, domethënë? Si s'na the fare, si mund ta lësh këtu vetëm? Se aq, pas se ja kishit kaluar bukur pa mua. Ore ja kaluar mirë, ose kesh në muhabet tjetër. E pare punës, ju kishit kaluar shumë mirë pa mua. Mua më duket sikur nuk keni nevojë për mua këtu. Nuk e di, kjo që bëre herën e kaluar duhet të përsëritet më kur ishte gabim i pafalshëm. Po me vërtet domethënë, si po e prisni këtë mbylljen e TikTokut? Siç thash, Çka. Domethënë, gjendja jon këtu në Shqipëri ka qenë pak kështu. Një herë punon, një herë s'punon, një herë punon me internet shtëpie, një herë punon me 5G, një herë mbyllet për të gjithë, pastaj hapet për disa, ka qenë. Një herë mendon se do futesh në burg nga VPN. Po, domethënë, vetja mënyrë që mua më punon është me VPN. Po nuk shkarkova VPN ose po nuk i bëra connect asaj, nuk më punon. Po bëja kot, po më punon, edhe pa VPN. Si ka mundësi më vëlla, vetëm mua ka mbyll, nuk është normale kjo. Më duket e kam hapur jashtë shtetit akauntin prandaj. Jo, nuk e di, mua nuk më punon fare, po nuk është se ka lidhje, thjesht e brenda Shqipërisë ta bllokon algoritmi me sa diun. Edhe nga që kam bërë me VPN, po më dalin video domethënë kështu vetëm gjermanësh, italianësh, domethënë varet me të cilin shtet më lidhet për momentin. Po një situatë domethënë shumë kaotike. Unë tani që mbyll TikToku jam pjesë e realitetit. Kam vëre gjëra të çuditshme që ndodhin në lagje, në shkollë, në rrugë, nuk e di. Sot një herë, pse çka ka bër vaki kështu se? Thjesht më ndodhin gjëra shumë çuditshme. Një herë më bëri shumë përshtypje, sepse 3 herësh brenda kësaj jave më kanë ndaluar kështu njerëz në rrugë duke më thënë që të firmosësh për diçka, nuk e di, një kompeticion për të hapur prap TikTok-un. Jo. Një gjë kështu për partitë që do futemi në parlament, ku di unë firmosni apo jo, duhet jetë ku di gjë në natë. Jo, për deputetët kanë dalë listat, kështu që nuk ka se si tjetë ajo aty. Ato që vinë ndalen në rrugë dhe kërkojnë firmën janë thjesht partitë e reja që duhen të futen në konkurrim dhe duhet plotësojnë një numër të caktuar firmash nga populli. Ditë për ditë, edhe e forta është që të ndalon me një cigare në dorë edhe do firmosësh çik këtu ti. Çfarë firmos, nuk dua të firmos. Po mirë. Unë i them që nuk jam interesuar, vazhdon të ndjek që jo firmos këtu. Robi po deshit firmosi vet. Po mirë, ti në çfarë shekulli jeton që thuaj që këto personat vinë të marrin në firma për deputetët? Janë gjë tjetër, listat kanë dalë lista me këto firma se le nam, updateu pak me politikën. Pse duhet të Po mirë, për shembull, një nga këto deputetë që kanë dalë te listat? Apo se ke lezu fare? Çpun kam. Po ti e them që është bër, po bëhet një marketing e fuqishëm dhe nëse mua nuk më ka ndodhur siç ka ndodhur Reddit në rrugë, po është e pashmangshme storyt nëpër Instagram që mbështesin shoqëria njëri tjetrin, kështu që jam e njohur me disa prej tyre, uroj suksese të gjithëve, fitoft më i miri, kaq ditë të them. Me thënë drejtën këto kohë po shoh shumë emisione politike dhe i lidh kështu në sfond edhe shumë pak si entertainment show, më kupton, nuk e di, shumë drama, shumë çaj ka aty, janë lezetshëm. Në fakt, unë ndonjëherë më kap fiksimi që të shikoj emisione politike të Shqipërisë dhe di të them që politika në Shqipëri është komedi. Bravo. Një bigat për Ridinelën. Ky ishte një rikthim i furishëm nga Gjermania për të rikthyer në Zero K Podcast. Dhe pas kësaj introje që ne duhet të bënim pas këtij bashkëbisedimi si një javë pa u parë se njëra donte të ribashkohej me natyrën pas vendimit për të mbyllur TikTokun. Me natyrën dhe në fillim, me familjen aq më mirë. Okej, me familjen është justifikueshme. Aty ta falem. Po duhet të shtojmë edhe diçka që pavarësisht se TikToku mbyll, neve na gjeni në Instagram dhe në Fiber më së fundmi. YouTube po, kështu që kaloni aty te ne. Edhe na ndiqni se. Për ju po e bëjmë TikToku, po. Nëse më pak fjalë tani le të futemi në brendësitë të çështja. Tema sot titullohet Ai ose ajo thjesht nuk të do. Nuk të ka shef. Ose të do më shumë se ti se çe kupton. Nuk të intereson. Do flasim për kështu ca X. Njaca X. Unë do ta googolloja, domethënë për ta kuptuar fix fare për çfarë qëndron fjalë, por më pak fjalë, nëse ka persona që nuk e din, X janë gjëra që mund bëj personi në krah teje, gjithmonë në një pikpamje romantike që ty t'japin një farë ku ta diu neveria ose përshtirosje. Një si damlla, i themin, një si vilani. Po. A keni kështu ndonjë X ju për shembull?
ose gjëra të këtij tipi kundrejt djemve që kaloni, ku ta diun dilni një takim ose flisni apo ku ta diun lidhjeve romantike që keni pasur që keni thënë që okay, prit se ma shpifi. Po. Po pra thuaj tani po. Nga se t'ja filloj? Hopa lista. Hape listën. Ka shumë janë? Shiko, kam disa. Mos më thuaj që je nga ato që për çdo gjë që bën mban nga një shënim telefon dhe i numëron gjitha në fund pastaj. Jo, thjesht për këtë temën edhe thash ti shkruaj disa se mos i harroj. Okej, vazhdo. Nga se ta filloj? Nga më të rëndësishmet apo thjesht të bëj random? Mund ta bësh ti si të, po nëse këto të rëndësishme na interesojnë më tepër, se gjërat vogla mund të ketë shumë. Gjëja e parë. Para që të është kujtuar do ketë qenë. Gjëja e parë është kur ai sillet keq me kamarierët. Okej, do jam dakord. Për shembull, kur ti del në një date, është interaction i parë që ti ke me një person, do e shikosh se si sillet me njerëzit e tjerë. Kupton? Jo vetëm me kamarierët, po edhe për shembull me rojen e parkimit. Kupton? Kur sillet keq me punëtorët, është iku më i neveritshëm, më i madh që unë mund të përjetoj ndonjëherë, sepse imagjinoje ti t'jesh me dikë edhe ai është nuk i thot as përshëndetje, as faleminderit ose të lutem sjell pak këtë, edhe mua më duket vetja sikur edhe unë jam si ai, kupton që edhe unë me këtë rish ashtu do bëhesh, po. Do mendoj ky që unë jam e pasur, po unë për zotin nuk jam e pasirshme. Okay. Është një nga të parat. Po mirë se këto janë gjëra të sivikueshme që ti je i pasjellshëm, normalisht është diçka e bezdisshme për këdo. Kështu që si respekti, nëse tregon mungesë respekti për personat e tjerë, e kam dhe unë. Dua diçka më specifike. Ti do ndonjë gjë për të qeshur. Po pra, diçka më specifike, më fan. Imagjino një çun me çadër. Një djalë me çadër duke mbajtur çadër kur bie shi. Po çfarë supozohet bëj kur bie shi? Nuk e di, ta ndaloj, të bëj diçka që të ndaloj shiun. Po, duhet të bëj diçka, si mund mbaj çadër një djalë. Mos ja fut kot. Me të vërtet, realisht domethënë të bezdis kjo gjëja? Ka shumë goca që bashkohen me mendimin tim. Okej, do ta vërtetojmë në komente këtë, po është e tmerrshme, mos më lini në balë. Po çfarë bën nga shiu ai shkreti, domethënë mos dalin nga shtëpia. Le të laget, po jemi duhet shkojnë puna, ai le të laget, pastaj të smuret, vdesit, thjesht mos përdori çadër, a kuptose? Ti ke me një xhup që ka një kaput shumë të madh. Iris, po ti e ke këtë ik? Jo, njëri është ai në fund kështu. Po. Kema. Imagjino të ketë ftohtë. Po tani, jo le ta kape jo 2 sekonda, prit. Se kam mbaruar. Kjo vlen për çdo person që është i rritur, edhe për gocat. E para punës një herë, boll se morë Super Giro. E dyta punës, je pak në kontradikt me veten. Tani, e para punës, që thua, të dali në shi pa çadër, po dole pa çadër në shi, detyrimisht do kesh ftohtë. Jo, revishu trash. Po jo nuk ka lidhje se do lagesh, do thahet ajo në trup, do kesh ftohtë, kështu që o duro ftohtin, o duro çadrën, zgjidhe merr, nuk mund t'i përjashtosh të dyja. Shiko, një burr alfa, si thoni. S'duhet ketë ftohtë ose të përdori çadër. Në fundit, edhe nëse ka ftohtë edhe ka bezdi shion, të bëj sikur si ka. Po pra. Të shtirë, okay, të shtirë, mirë, po je i vërtet është ik në vete, kështu që. Prit se kam këtu. Imagjino të festoj ditëlindjen. Të bëj fest për ditëlindjen. A ka ndonjë gjë që të pëlqen për shembull në tërësi ose diçka që mund ta bëjnë mirë? Kur sillet mirë, kur e kam mendje vetëm tek unë, kur më bën shefin, kur më dëgjon, kur më ndihmon me detyrat e matematikës. Pra, domethënë pa fal një shërbëtor që është komplet në funksionin tënd. Absolutisht, jo. Ja. Një psikolog. Si pra ti në çdo fjali që the, no, të më bëj mua ashtu. Të vrasim mendjen për foto. Këtu po jam dakord. Po kjo është ma kap çik më lart, ma kap çik më. Shif, mua kjo gjëja për foto më duket e pesditshme gjithandej. Domethënë për post personave që e kanë profesion, të dyja domethënë si djem si vajzat, pjesa për kjo dëshira madhe për të kap foto dhe për ta postuar më duket i gjë shumë e bezdisshme. Të ngrej zërin. Imagjinoj një mashkull duke ngritur zërin. Po i hipën nervat për momentin. Jo, nuk e di, nuk e imagjinoj dot një mashkull që është duke bërtitur, sigurisht sot tregoj që shiko se unë jam burri këtu edhe unë po ngrej zërin edhe më dëgjon mua. Ai që është burr nuk është nevoja që të ngrej zërin për mendimin tim. Kjo është një citim shumë e bukur. Okej, qëndron, pranohet kjo, mos e ngrini kurrë zërin. O Iris, po t'ja ke ndonjë moj? Edhe këtë edhe ball. Të mbaroj redi. Mos të di not. Kjo është e tmeshme për të dyja. Shikoj se ka njerëz që kalojnë trauma, jo 2 sekonda, se ka njerëz që kalojnë trauma, për shembull, që ku ta diun një është mbytur një familjar, se kanë qenë gati duke u mbytur në det kur kanë qenë të vjeçël, edhe nuk din not. Për shembull, kam rreth tim shoqëror persona të tillë. Edhe nuk ju vë faj se për shembull, okay, është pak si traumë. Po prap.
bëni zemrën kur mësoni notë se është turp. Imagjino ti kësh plazh edhe mos futet më Unë do shumë. rritë bregu detit. Po, Po kalova më brapa. po kaloj bregun e ditëmbytjes. Nuk më arrit më këmbë. Nëse vazhdo ti rris me ato x-at e tua. Shiko, unë nuk është se kam diçka specifike që të kem diçka paraprakisht në trurin tim, edhe në qoftë se ai djalë nuk do ketë më raport me mua, por mund të them që janë gjëra që lindin rrugës. Unë personalisht janë gjëra bazike, nuk janë këto gjëra të fanit që po thoshte edhe Redi, e kam shumë bezdinë nëse ka Të rritit janë për të qarë, jo për të qesh. Shikoj, unë bëj dhe shaka. Ha, nese. Njerëzit e kanë kuptuar që unë jam pak dallavera gjesh. Nese, ha. Dallavera gjesh. Dallavera gjeshe, fikse ndrite. Për shembull të ketë dhëmbët e verda. E kam bezdinë. Higjena. Higjena hyet e gjithë. Është gjë kryesore. Ose të shtiret një person tjetër në rrjetet sociale, nëse e kam njohur në rrjet social, në momentin që e takoj, për herë të parë të jetë tërësisht dikush tjetër, si në karakter, si në gjatësi, si në Po mirë, t'ju a bëju një pyetje sa gjatësi. Po. Po ke parasysh negociat e gjata kur shohim O jo, një nuk e person kam tjetër. parasysh. Po pra, se ti si e, për rrisë 2 metra o zemra, kështu s'ka faj. Mirë, se po ja thjeshtësoj unë pak punën për të mos bërë, domethënë këto x-at e Ridinelës që bën vrasësh veten, larg qoftë, edhe i risi që po e merr pak më shtruar dhe shoqërisht pa të balanconë njëra tjetrën, se ku ti çfarë bëjmë ne çkëtet pastaj. Ty bëj disa Mos pyetje. na merrni çdo gjë për seriozisht. Jo, të gjitha seriozisht merrni njerëz, që të gjitha, që të gjitha me Mos pikë dini me not presje. turp të keni, nëse keni vajt deri në atë pikë, çfarë them unë? Tu jam çik dakord. Me thënë drejtën. Po ti, për shembull, këto gjëra që po thoshte Redi, do i pranoje te një vajzë ose ti si djalë, çfarë këndvështrimi ke për vajzat? Shiko, domethënë nëse do më pyesësh mua për x-at që mund të kem unë kundrejt një vajze, realisht domethënë nëse mendohem shumë gjatë, ndoshta mund gjej shumë rrugës, por ai kryesorja fare janë ato që lidhen me higjienën, që tha dhe risi, për shembull flokët në yndyrë, era e sjedullës, era e gojës që janë të merr. Dhe pastaj një gjë tjetër që më ato kohët e fundit nuk e di nëse mund ta quash mirëfill X, por ku diu më duket gjë e shpifur dhe pa kuptim, janë këto fotot që janë shumë me këtë duck face, ke parasysh që bën me buzën ashtu. Më duket komplet pa lidhje. Më duket gjëja më kupto, mos e bëj fare. Ku di mos dil foto sa dalësh ashtu, ta deformosh fytyrën me vetdijet plotë duket bukur, nuk e di, ajo më irriton pak. Unë mund të them një X timin nga këto budalliqet e mia dhe besoj që të dy ju do bini dakord. Imagjinoj që dikush mos të di të kërcej valle. Kur futet tek ai rreshti valles edhe të ngatroj hapat. Unë nuk di kërcej valle. Okej. Kopjoj lëvizjet e tjerëve, nuk di të kërcej vet. Ideja është të kopjosh. A i kopjon saktësisht Jo, ideja apo thjesht hecën? Jam një kopjas shumë i mirë. A u dhe ta demonstroj? Por nuk di të kërcej, edhe po të më pyesni për ndonjë emër valle, po të thoni ndonjë valle, përveç vallës së Kuksit, për shembull që e di, domethënë dhe pak a shumë lëvizje, jo që di ta bëj, por thjesht e di se funksionon vallet e tjera, për shembull nuk e di. Si të lidh emrin, jo, unë nuk e lidh dot emrin e pogonishtes me lëvizjen e këmbëve dhe duarve që do të bësh në këtë valle. Duhet ta shoh personin dhe aty ta kopjoj. Ço ti bëj o vlla, nuk di. Një dasëm ka qenë gjithë jetën time, nuk është faji im. Ore një dasëm kam qenë gjatë gjithë jetës time, nuk kam faj. Nëse. Ti ke qenë në një dasëm gjithë jetën. Gjithë jetën në një dasëm, nuk i kanë dashur të fisit tim kalamajt, kanë marrë vetëm mamin edhe babin, mua nuk më kanë marrë ndonjëherë. Vetëm një herë kam qenë gjithë jetën time dasëm. Jo të mburrem, po un kam qenë goca që të çonte lule. Jo të mburrem. Ishte të kohës kështu. Edhe Jo të mburrem. Jo të mburren, një dukeni. Ti mbaja fustanin nusës se më dukeshte vetja. Po. Mirë, prisni se kisha pyetjen. Një sekondë, se më erdhi një kështu mua tani, një Vietnam flashbacks. Nëse e kuptoni. Para disa episodesh ke thënë që në për këto dasma ti ke qenë ai fëmia që mblidhte lekët poshtë tavoline. Një herë ka ndodhur. Një herë ka ndodhur, po mirë. Po kjo është arsyeja sepse nuk të kanë ftuar më në për dasma. Ndoshta edhe kjo qëndron, e vërtet. Po prit. Jo se s'të duan. Duhet kam qenë në dytë. Një dasëm kam qenë i ftuar, te një tjetër më ka marr mami kështu. E ke parasysh më marrë një të tretë nga mbrapa nesër etj. Jo, po nuk kam qenë shumë dasma, është e sigurt. Një ose dy e vdekme. Imagjinoje të thot alfabetin gabim. Me vërtet. Shumë rënd. Sa ta them alfabetin, po sigurisht di ta them alfabetin. Anisa alfabetin me A që Jo, me vërtet se janë alfabetin mirëfill, pastaj mos është alfabetin. X-at e mi, dua të shpjegoj diçka. X-at e mi janë gjëra që pse kur thotë Dinela X-a më duket sikur po thon X-at e mi dhe jam gati, po kjo çfarë do thot tani? Thjesht janë gjëra që unë mund të jetoj nëse partneri im do i ketë, thjesht në momentin që i bën unë jam çik kështu. Të jepet një weird. Sekoldi. Po mirë, nëse një djalë për shembull poston shumë foto selfie të vetat në makinë, me makinën, me timonin e makinës etj etj, a është kjo një ik për ju? Është. Po për ty? Nga tipi i djalit. Nëse e ka
një punë biznesi ose po e përdor si marketing për punën e tij, do jam Nëse ka një makinë të mirë, i tolerohet. Nëse nuk ka makinë të mirë, nuk i tolerohet. Ky ishte kushti. Nuk ishte. Po. Shtremroje sa tush. Po thoja, nëse është reklamim për bizneset e tija, jam dakord. Nëse është një brand i mirë makine, shuhet. Nëse nuk është reklamim dhe nëse e ka si biznes, jam dakord. Këtu Por në qoftë se e bën që të marrë sa më shumë mesazhe nga personat e tjerë, jo vlla. Okej, mirë, tani qeshë se një gjë tha e shkreta, mos e hiperbolizo situatën. Jemi për të ndënjë shtremur dhe për të folur drejt. Kështu që të marketinget. Nuk quhet. Po thuaj dikujt tjetër. Po mirë, a do shiko 2 sekonda sepse kur flet ndërsi për X dhe për gjëra të këtij tipi, është shumë e vështirë që të pranosh për shembull që një djalë mund të ketë X kundrejt një vajze. Për shembull, nëse unë do isha në vendin tuaj të thoja, ka shumë gjëra shumë e sigurt që ju do të shihni mua me një sy që dil jashtë ose kush e ti për pas X-at. Kështu që po, domethënë jo, dua ta lidh këtu, po prisni mi ta mbaroj deri në fund. Po këto, dua ta lidh këtu që a mendoni që është një farë paragjykimi që djemt nuk mund të kenë X sikurse mund të kenë vajzat. Në qoftë se ti mendon që djemt nuk kanë X, djemt kanë diçka më të keqe që kanë pritshmëri super të larta. Ata duan një gocë që të jetë 2 metra, të ketë barkun e shesht, ndërkohë para kolpi dhe mbrapa kolpit të jetë dy dhoma balkon, si thoni ju, nuk e di, të ketë flokë të gjatë, po kur duan këta ti ketë shkurtër, po që ti rriten shpejt, kupton? Të bëhet bjonde kur duan këta dhe të bëhet brune, pas një javë, po pastaj të bëhet bjonde, po mos t'i dëmtohet floku, kupton? Çfarë duan tjetër? Po duan që të ketë shkollë, të ketë dhe master, ta kenë mbaruar shkollën 18 vjeç, se po kaloj 18 vjeç dhe është në shkollë, do e ngacmojnë studentët, kupton? Kështu që duhet ta kenë mbaruar universitetin që 18 vjeç. Kështu që X-at tanë janë shumë të pranueshëm, mund të jenë pak larg kufive, po janë diçka që janë reale, ndërsa meshkujt vërtet mund të mos kenë X-at që kanë gocat, po kanë pritshmëri stratosferike. Nuk kam ngel akoma të 2 dhoma kuzhinë. Akoma aty më kam ngel. Dhe për më tepër, më fal. Dhe për më tepër që meshkujt më të shëmtuar dhe ata që duken sikur janë, sikur nuk lahen, zot më fal, janë ata që kanë pritshmëri më të madhe për ferma. Domethënë, shikojnë ndonjë koment, sidomos të jashtë shtetit, që thon për Megan Fox, nuk është gjë kjo. Ha profilin e atit, është dikush që mund të ketë 3 vite pa u lar, 7 vite pa u qethur, edhe mund të vuajë nga obeziteti. Jo mund, po duket që vuan nga obeziteti. Zot më fal, prap nuk po bëj fat shame, më fal. Prap, po futem shumë në gjyna. Qa është kjo temri? Vazhdoj Iris. Doja të thosh një që dhe po thoja që përpos të gjithave këtyre që dhe përmendi Redi, vlen fakti që jo të gjithë djemt janë të tillë, je dakord me çfarë tha Redin? Të tjerë. Deri diku jam dakord, se janë gjëra që janë konkrete. Por një gjë tjetër, kanë shembuj personat e tjerë, thonë që duan vajzën plus gjërave të Redit, e duan vajzën natyrale, e duan vajzën të edukuar, që është e shkolluar, e duan një vajzë për shtëpi dhe në Instagram kanë follow gjithë të kundërtën e këtyre fjalëve që u përmendën. Po, një e dum për shtëpi, një e dum për qef, po lere tash nëse ky ti çka shumë skandaloze zëri se nuk e thash, nuk doli nga goja ime, nuk e thash kur. Muhabet tjetër. Shumë gjëra nuk duhet të zihen sikur po. Jo, e para me këto operacione plastike po e them unë, pikpamjes kam asnjë gjë të keqe, kupto. Okej, s'duhet të egzageruar, por varet me mendime. Nuk do në egzageruar, po përderisa është një defekt i vogël puna ma, tash nuk po të them shko bëu si Donatella Versace, po diçka që ti e ke kompleks të vetja jote, unë jam shumë pro që ti ta bësh, po pa egzagerim gjithmonë. Edhe nëse e bën, bëje sipas fytyrës tënde ose proporcioneve të tua, jo të shkosh me një ajo që tha Irisi qëndron shumë që meshkuj gjithmonë duan një gocë natyrale, të vishet, të mbulohet, kupton, mos të dali shumë. Prej të mbulohet, të vishet pa ekspozuar lëkurës, që mos ta kesh kuptojnë mbuluar me shamin, po. Jo, të mbulohet të brak trupin, robat. Dhe ndërkohë që gocat që kanë Instagram është komplet e kundërta. Okej, se më erdhi një tjetër tani. Ose ishte gati me thënë emra, kështu që unë
domethënë gocat që mund të kenë meshkujt në Instagram, i kam dhe vetë në Instagram, kupton, nuk është se kam ndonjë gjë kundër gocave, thjesht kam diçka kundër meshkujve që idealizojnë një grua shumë ndryshe nga ato rolet që ata ndjekin. Kuptoj. Jam me këtë. Dhe një tjetër që më erdhi tani si mendim, po nuk është. Do ishte një arsye pse unë do debatoja me partnerin. Në qoftë se i bën like fotove të gocave të tjera. Në story apo post? Shikoj, story është ekstrem, story është hashisharje që ti po flirton me atë divorce. gocë. Dhe ju pyesja edhe për këtë. Po nëse e shikon për shembull bën scroll dhe dalin foto gocash, gjithmonë gjen emrin e partnerit e like-oja atyre gocave, është një Do Kancer. ndoshta mund të ke bërë para se të lidhe me ju, ç'lidhje ka? Jo, ne sigurohemi. Posti bëhet fjalë pas lidhjes, se shqyr zotit të del data. Po nëse e ka kushërira të vajzën ose ku ta diun e kanë familje. Shko, këto kushërira motra xhaxha i tezes e lesh më tresh janë gjëra kështu të rrahura. Mirë, lidhje ka se s'është thënë që ti do njohësh gjithë fare fisin. Po nuk i bën like gocës tezës ai, nëse goca e tezës ka dalë me bikini mos ja fut kont. Mirë. E vërtet, kërkoj shumë ndjes për këtë parantesë shumë tuar që thash, çdo fjalë që them do merret kundra meje në gjyq. Në apel, po, jo, me këtë që thatë, unë dhe çunat që do shohin këtë podcast, më thën drejtë më mirë, mbyllim gojën edhe kod qirrojmë, a kupton se kur nuk do jeni mjaftueshëm dhe kur nuk do bëni gjë të harit se flisni ju. Po, gocat kanë kaq vitëre që prap nuk po kënaqeni me çfarë bëjmë. Mos ma kalo muhabetin, mos I pas Terezisti ka kaq vite, ka kaq shko, po flasim për aktualitetin aty, po flasim çfarë ndodh. Mos ti se ke jetu fare atko një herë, çam habarkun koti që flet dërsi vërtet. Ka jetuar gjyshja ime, ka jetuar mami im. Ku e di ti? E di unë sepse I kam bërë muhabetet. Po ik moj. Janë kohë të shkuara ato. Duhet të ndalemi te tashme, të fokusohemi te ardhmen më mirë. Nuk ecet para, po mbajtet të shkuarën. Shikoj që unë kam një ide në mendin tim. Sa më keq sillesh me një mashkull, aq më mirë ja bën. Kaq. Domethënë për tani 2 sekonda se jo ka pak shpjegim. Se për shembull neve kishim edhe rastin këto kohë që është bërë viral Xhesti me Xhenetën dhe Xhesti me Eglin. Domethënë, kë suportoni ju Xhestin dhe Eglin apo Xhestin dhe Xhenetën? Jo, Xhesti, asnjëri nga të treja. Po kush mendoni që jo, Xhesti në raport me Xhenetën, 2 sekonda, jo nga këta 3. Domethënë, e kam në sensin, do ishte më e duhur një lidhje në formatin Xhesti dhe Xheneta, apo një lidhje në formatin Xhesti dhe Egli. Xhesti Xheneta. Në mënyrën se si I kthehet Xheneta Xhestit ose Xhesti Eglit dhe ana sjellta, tregon mungesë respekti për partnerin që ke në krah. Në momentin që nuk ke respekt, nuk ka vlen të kesh asgjë më tepër. Po ti pse thua? Por që mendoj që Xhesti ka luajtur, domethënë ka luajtur piset pa vetdijen e tij me Eglin, I ka ushqyer ndjenja dhe në fund ka thënë unë s'kam bërë asnjë gjë, kështu që e ka fajin ai. Egli ka dalë keq si I ka shkuar shumë brapa, po në fund ditës ajo ra në dashuri dhe nuk është se ra me dikë që si kishte dhënë asgjë. Ai I kishte dhënë sinjale dhe I kishte dhënë shkak që ajo të shkonte deri në atë pikë. Pastaj a bëri Egli gabim që arriti deri aty ku ka arritur ajo, shumë gabim. Kjo nuk na takon fare ne që ta diskutojmë për mendimin. Mendim po japim se ne Big Brother ajo thjesht tregoi rendin kronologjik. Un kam një gjë për gocat që nuk largohen dot nga një lidhje toksike edhe pse ato e kuptojnë që janë në një lidhje toksike dhe po abuzojnë. Ke neveri edhe për ato? Jo, kam një soft spot. Po pra. Po mirë theksoja pra. Sepse mendoj që unë nuk mendoj që ajo nuk do që t'iki, po thjesht ajo nuk ikën dot. Prandaj nuk e gjykoj dot dhe unë për Xhestin e Xhenetën, domethënë isha pro Xhestit e Xhenetës sepse unë e kam më mirë që të shikoj një mashkull duke vuajtur sesa një femër duke vuajtur kaq. Domethënë ky është justifikimi. Po nëse një mashkull për shembull nuk del nga një djalë, nuk del nga një lidhje toksike. Sidomos ai është narcisist, para punës dhe ai e meriton që të trajtohet ashtu. 2 sekonda do ma dëgjosh pyetjen deri në fund të lutem? Po, të lutem ma dëgjoj. Nëse një djalë ti thep shumë bukur që ke një soft spot për vajzat që që vazhdojnë të ruajnë një lidhje toksike edhe pse e din. Po për djemtë që vazhdojnë të qëndrojnë në një lidhje toksike me një vajzë, edhe vajzat janë toksike, themi realitetin. Okej. Nuk mendoj shumë për djemë dhe çfarë bëjnë ata, kështu që nuk më intereson se çfarë bëjnë ata me jetën e tyre. Unë jam një person që mendoj që mes lidhjeve duhet të ketë pak toksicitet edhe e ka edhe toksiciteti atë lezetin e vet, por pak, jo me shiredi. Ti nuk dukesh fare, por jo me gjëra shumë, me shifra shumë të larta, sepse kalon në bezdisje dhe kur bëhet bezdisje një lidhje nuk ka më vlerë që të jesh në të. Por që mendoj se edhe toksiciteti sjell pak lojra, sjell pak argëtim. Ti the nuk dukesh fare, se më fal, ka domethënë ndonjë person e ka shkruar mball që është toksik ose toksike dhe që e do. Isha vetëm nga pamja.
e kisha nga edhe gjërat e tjera që unë di nga i ri, kaq. Një pyetje tjetër. Shumë interesante. Kujt i ka më lezet bëjt vështirë, djalit apo vajzës? Si mendon ti? Po vajzës. Po më pyes juve. Unë mendoj vajzës. E di çfarë mendoj në fakt? Unë mendoj vajzës. Prisë ka pak shpjegim kjo. Po jetojmë një realitet. Ka pak shpjegim që thashun. E di, ndoshta mund të duket pak e shëmtuar për ta shtruar kështu, po për shembull një vajzë që jepet shumë që në fillim, më kupton dhe nuk bën atë të vështirën, çika të dramatikën e tjerë dhe e tregon ose ku diun e jep veten të gatshme që në fillim për ku ta diun për lidhje ose për diçka më tepër tjetër. Me pa fjalë, nëse një vajzë e shet veten si të lehtë, është e shpifur. Domethënë, është e shpifur, humbet interesin. Nuk po them se është shpifur ai si person, po është e shpifur raporti që krijohet. Nuk është më fare, nuk ka lezet. Mendoj që vajza është pikërisht ajo që duhet, ku diun ta bëj të bëj ty që realisht ti shkosh nga mbrapa, ku ta diun të shkosh të tretesh për të, sepse po e pej që ku ta diun nuk po të jepet shumë kollaj, se përgjithsisht mendoj që çuna duan të kenë shumë opsione dhe momentin e parë që ti e jep veten si një opsion të gatshëm aty, në mendjen tënde ti thua që okay, se unë xha këtë kam, duhet gjej dikë tjetër. Edhe rikthesh prapë te ajo, kështu që mendoj që vajza ta mbarojmë gruaja deri në fund. Prandaj mendoj që vajza duhet të kenë një karakter shumë të fortë dhe duhet që ta rrotullojë çunin me gisht, kështu ka lezet. Kështu duhet, mendoj unë. Tani vazhdo. Mendoj të njëjtën gjë, por në ditët e sotme ka shumë histori suksesi, do thoja unë, edhe nga one night stand, kupton? Kështu që nuk qëndron gjithmonë ajo që the ti. Jo, patjetër. Unë dash një përshtypje time, tash Oreni nuk po i dhëm vullën një gjë që tham ne dhe pik mbaroj, më kupton? Ti shapin konveshtrimin kënd vështrim tonë. Edhe unë po them që qëndroj me ty, por faktet po tregojnë të kundërtën. Është kjo hook-up culture më duket, që domethënë nga këtu po kalojmë pastaj edhe po. Ja, do mendimin tim pastaj kalojmë edhe te kjo temë. Po, mendimi im është unë harrova çfarë do thoja. Po pra pyetja ishte që kujt i ka më lezet bëj të vështirën. Atëherë, jam dhe unë dakord kur merret roli i më të vështirës nga ana e vajzës, pasi jam bie dakord deri diku me fjalët që po thua ti, i shkon, ka më lezet një vajzë që të bëj pak rolin e të vështirës në fillim, por pa e tepruar. Gjithmonë pa e tepruar, pa e çuar në lodhje dhe me mendimin tim unë bëj të vështirën dhe ai djalë i shtot interesi për mua, në të vërtetë ai djalë po një vajzë tjetër sepse është lodhur me tekat e mia. Por e njëjta gjë duhet edhe nga djali. Por më pak se sa vajza, që dhe djali mos të vi direkte mbas fijes tënde dhe mos të vi çdo gjë sipas dëshirës tënde. Duhet të mbaj qëndrim dhe duhet të mbaj këmbët në tokë. Dhe ai që të më japi një të ketë po pra po shkuet domethënë si një far ideali që vajza duhet të jetë e vështirë dhe jo shumë, po dhe djali duhet të jetë pak fare i vështirë, po jo të vi shumë nga mbrapa. A ekziston domethënë me të vërtetë mund të ketë raste të tilla se ku di mund të duken shumë të vështira? Unë mendoj që raste të tilla ndodhin vetëm kur lidhja është në film tashmë. Jo. Edhe janë folur disa gjëra, po në njohje sipër është shumë e vështirë për mendimin tim. Po kur ti je i lidhur, ke kohë me atë personin, ja keni kuptuar huqet njëri tjetrin, çfarë do njëra dhe çfarë do tjetri, mendoj se arrihet kjo që goca bën vështirë atje ku duhet, ndërsa djali tregohet serioz, më saktë. Po. Atje ku duhet. Unë parantezën që thash e kisha për jo i vështirë, po serioz, kupton që mbani qëndrim. Po, okay, shumë e qartë. Edhe unë për ta sqaruar parantezën që bëra pak më parë, nuk e kisha për stadin që pasi lidhesh, vetëm djali duhet të jepet nga brapa. Unë e kisha për stadin e njohjes. Kjo talking stage e tjera ose situationship që janë shumë popullore për brezin tonë në këtë stad, jo në lidhje që mos kish kuptohemi. Pjesa e të bërit vështirë mund të jetë edhe lërja sin për një kohë gjatë ose deliver që nuk i kthem përgjigje shumë shpejt. Personalisht, nëse unë isha duke u njohur me dikë dhe ai të ma linte mua mesazhin pa hapur ose pa kthyer 3 orë, blok. Ç'pun kam unë, domethënë unë po njihem me ty. Ç'më intereson mua që të vazhdoj njohjen kur ti nuk ke interes se kthesh përgjigje. Edhe mua më duket shumë pa lidhje në fakt. Kupton? Jetojmë në realitet që gjithë e dim që telefoni në mendoj se njëjta gjë është edhe Jo, vlen patjetër. Në fakt ta rreh pak më shumë veshin, për shembull që po të ta lë një vajzë mesazhin pa hapur, e merr pak si dhe me sportivitet, në sensin që hëse i ka lezet. Po në fund të ditës ose kur ta diun se po bën vështirën se kështu e kanë gocat e tjera, po në fund të ditës më të drejtën është e bezdisshme. Tash ja ke telefonin aty. Më merr thuje cop. Ti mos në çaj kokën, s'du të flas me ty se sa ti biesh larg pa lidhje. Është dalim te jo përfundimi që do un po thoja që ka pak lezet, po me kufi. Gjithçka është me kufi. Gjithçka me kufi. Edhe një pyetje në fakt që më vjen dhe mund të bëjmë këtë diskutim tek kështu jo vetëm të kjo bërëm pyetje, më nxirrni edhe ju me gjë pa ha. Se më duket sikur ju kam vënë kështu në pranga dhe po ju them përgjigjen se ju vrava. Nëse a është green flag apo red flag
një djalë për shembull që nuk ka pasur në jetë një lidhje afatgjatë. Se s'ka qenë vështirë për të menduar, fol njëra. Në moshën time, nëse unë do njihja një person në moshën time që s'ka 24 vjeç për sqarim. Ç'mund ke ti? Po duhet ta dini çfarë moshe. Se mund mendojnë që je 18, mund mendojnë që je 22. Rëndësi ka sa ndihesh brenda. Sa ndihesh? 19. Okej, shumë bukur. Nëse një djalë 24 vjeçar nuk ka pasur një lidhje serioze deri në këtë moshë, si bie për ty? Në qoftë se kjo pyetje më do më ishte bër kur kam qenë 19 vjeç, do thoja, unë do jem me dashur aty e parë, kupton? Po nëse mua tani më vjen një djalë dhe më thotë që unë s'kam qenë asnjëherë i lidhur, nuk e dua. Po pse? Sepse është shumë e lodhshme që ti të mësosh një person nga fillimi ç'a duhet të bëj, si duhet të sillet, si të sillet me të dashurën, sepse domethënë pa ofendim, pa i me vërtet nuk di të sillet, kupton se nuk e ka përjetuar ndonjëherë atë ndjenjë, nuk e di se si të sillet me të dashurën, si të sillet me shoqën, kupton, nuk e bën dot diferencën. Dhe mua më duket lodhje që tani 24 vjeç të rri të merrem edhe t'i them që shiko kur unë them nuk dua ta, në të vërtetë dua ta. Kështu që ti duhet ta kuptosh që mua më hahet dhe duhet të ikësh të marrësh ushqim mua edhe të dish edhe se çfarë më hahet. Kupton? Kur them unë që nuk e di se çfarë më hahet, ti duhet ta gjesh se çfarë mua më hahet. O zoti i madh, Iris, po ti si mendon për këtë? Unë mendoj që ka më shumë të bëjë me eksperiencën, ku për mua do ishte green flag për një gocë që s'ka eksperiencë, se do ishte red flag për një djalë që nuk ka eksperiencë. Domethënë, në raport me mua dua që djali të ketë eksperiencë dhe vajza jo. Domethënë, ti e bën këtë ndarje në raport gjinor. Po. Po s'është çik kështu kjo old fashion? Unë kështu jam rritur, me këtë mendim jam rritur, është mendimi im, secili jam shumë dakord me mendimet e gjithë, dhe mendimin e Redit dhe mendimin që do japësh ti tani. I mirë kuptoj, thjesht ky është mendimi im. Atëherë, nëse mua hipotetikisht do më ishte bërë pyetja që ju nuk ma bëhet kurrë, që është Po të thash jep mendimin. Po, atëherë nëse një vajzë, domethënë për mendimin tim, pra nëse do ishte pyetja e tillë që a është red ose green flag nëse një vajzë nuk ka pasur eksperjenca para se të lidhej me ty, nuk, domethënë varet se sa shumë njerëz të quajnë shumë një herë, nuk mendoj që është ndonjë problem i madh të kuptosh se ke pasur një eksperiencë përpara etj, se nuk është atë që direkt me të parin do bësh bam, por shumë çdo gjë duhet me karar. Domethënë gjella me kripa me karar, mendoj unë, por që edhe unë do e lidhja me këtë pjesën që theti me moshë. Për shembull, unë jam 18 vjeç për momentin, më kupton, nuk është ndonjë habi e madhe që ti të njohësh persona që s'kan pasur eksperiencë. Por nëse unë do isha 25, do thoja ka diçka që nuk shkon. Kështu që unë bashkon pak me mendimin e Redit. Nuk është edhe vetëm ajo që do fillosh të mësosh se si cilët ai, po ai mund të ketë edhe ndonjë problem me commitment. Kupton që 25 vjeç djali mos ketë pas asnjë lidhje, edhe goca nga për mendimin tim, ajo i bie që nuk ka diçka nuk shkon, pse nuk bën klik me një person, çfarë e pengon. Si ja tregoni ju një djali që e keni ose që nuk e keni sheh fare, duke mos ja thënë me fjalë. Po për shembull po flisni me dikë, ose ku ta diun dikush ja ka vënë syrin dhe juve ju pëlqen kjo dhe doni që t'ia thoni ashtu fare që po se kam interes. Tash ti s'do shkosh ti thuash që mund të kam qef ty edhe më kupto se s'duhet ta japësh vetëm. Kupto duhet të bësh të rolin kështu të misteriozes që të dëgjoj nga mbrapa. Flasim apo nuk flasim se nuk e kuptova. Nuk ka rëndësi. Ti si e bën një djalë të kuptoj që ti ke interes për të. Unë mendoj, jam shumë atë shprehjen që është edhe ai soundi viral, when you know, you know. Thjesht e kupton, mendoj unë, po plus po si unë mendoj ti ta kuptoj. Mendoj që unë jam një person që nuk kam shumë kohë të lirë, kupton? Dhe unë kur bëj kohë të lirë për të takuar njerëzit, po këtu flas edhe jo vetëm për dashurin tim, po edhe për shoqet, që unë kur bëj kohë të lirë për të takuar dikë, ose atë ditën time të pushimit e lë për të dalë me dikë, aty e tregoj që shikoj se unë ty të kam xhan edhe të kam qef nga ana e një djali, domethënë. Po ti që të mos bëjmë kot gjithçka për mendimin tim nis nga paraqitja fizike. Pra, nëse ty të pëlqen fizikisht, në rastin tim një djalë dhe nuk e njeh po e ke përballë, bëhet fillimisht eye contact, më thënë kontakti me sy, që i jep dhe atij një shenjë që ti ke diçka që i pëlqen tek ai person. Si e shef me këto doe eyes janë këto. Po, më thënë varet. Me sy drer. Varet. Po për t'i treguar që okay, sorry. Pas flirtimit me sy, kalon edhe dua që unë jap shkak atij, që hajde tani më fol se unë po të shikoj ty, është radha jote, bëje hapin tënd. Do me një parë. Tani, të lutem. Okej, e kuptoj, ha. Edhe duhet të vi të më kërkoj një numër kontakti, Instagramin, asnjëherë Snapin. Snapi është
red flag. Imagjino ti je 20 ca vjeç edhe përdor Snap. Tur për zotin. Kjo është skandaloze. Ja, ik. Ja, ik. Dhe pas kësaj krijohet një farë raporti. Ti je në kontakt me të Ore, mos më përshkruaj etapat, sinjalet që i jep. Të thash fillimisht eye contact edhe që tregoj që kam interes, dhe nëse më pëlqen atë biseda, do japësh numrin. Po, do jap numrin, do jem e rregull në komunikim me të, do t'i jap shkak që deri të krijoj diçka më. Po për t'i treguar për shembull që mu i shave se ma shpife, nuk do të kem bëj me ty, si e bën? Ose do të them hashiqar, do t'i them shiko djalë, po, 1 2 3 gjëra të këtij mua s'më pëlqejnë, kështu që nëse do të mbetemi shok, ne mund të mbetemi shok, ose nëse do që të dalim ndonjëherë për qef, si miq mund të dalim, por më shumë se sa kaq që nuk bëhet llaf. Po tjerët llafi mes. si heq qafe. Ghost ose thjesht I them që nuk dua të flas. Si heq qafe, para punës nuk kam vite, vlla, që nuk merrem me Mirë, si hiqje një herë një kohë qafe. Mos na fut në këto rrugë. Mi mos na bëj kot tani si e kuptove ku e kisha qëllimin e pyetjes. E thash ghost ose e them, e kam thënë që shikoj nuk dua të flas më. E po mirë, interesante. Po ti. A pra se po prisha dhon. Tani e di si mendoj unë? E para punës njerëz, për nëse doni domethënë që ta vërtetoni dhe ta vulosni që një djalë ju ka qef, po u bëri atë muhabetin sa fëmijë do të kesh në të ardhmen, e vulose që të ka qef. Kjo është fase. Pastaj gjëra tjera, jo rri me ty, jo të prek, domethënë të përqafon e kështu e tjerë janë gjëra që ndodhin. Domethënë këto dihen. Përpos këtyre, po, tani përpos këtyre që lidhen me kontaktin fizik, jo, unë mendoj realisht domethënë, po ta bëra atë muhabetin, mendoj unë që sa fëmijë do të kesh të ardhmen, dihet se ka qef. Është e vdekme. Më besoni. Ama po sa fëmijë keni qef të keni në të ardhmen. Pse me çpun ke ti që bë këtë pyetje? Unë nuk e kam menduar ndonjëherë. Varet sa lek do kem. Se fëmia vallai pa lek nuk mahet. Po të kem, I kam qef. Kem një 4, do ishte ideale fare, po spata. Po ti sa fëmijë do të kishe 3. Kurse pas pas 3. Po sa? 4. Se 4. Për çfarë po flisni me se harrova, autova, se bëhet ndërhyrje kështu. Po, okay, po, po, këtu e thash unë që për ta kuptuar që nëse një djalë ka qef, përpos këtyre gjërave, domethënë që kanë bën jo me kontakte fizike, për shafon vjen nga mbrapa etj që dihen që janë përgjithshme, unë mendoj që po të bëri djalë atë muhabetin që sa fëmijë do të kesh në të ardhmen, u volos edhe të ka qef edhe etj. Kurse pastaj për të treguar për mendimin tim, po. Ore, nuk po të thotë që fëmijë do I bësh me të, po thjesht lind muhabeti, më kupton se ore del, të sigurt, edhe po ti kujtohesh, jam shumë I sigurt që dikush ka pyetur. Ore, e sigurt. Kështu që nuk po them që s'm kam pyetur. E pra, po di që ato që kanë pyetur kanë pas qef, është fakt. Është fakt. Mos e zgjat, është fakt, është e vulosme. Duhet ta shikoj me fallxhoren. Po, me fallxhoren. Kurse për ta treguar që mos ka qef, me thënë drejtën, mendoj që çuni e tregon shumë, djemtë e tregojnë ashiqare fare që kanë qef dhe nëse nuk e tregojnë kuptohet që s'ka interes. Domethënë mendoj që jemi shumë pa afër për ta fshehur interesin. Mirë që e di pak. Po, domethënë këtë besoj që e kemi si veti. Unë mendoj edhe që gocat kur janë në një lidhje të shëndetshme, rrezatojnë, kupton, duken që personi personi po I trajton mirë, ndërkohë që kur janë në një lidhje toksike që ai po ja bën jetën ferr, që ai nuk e ka qef, edhe kjo është tër natën ose në telefon tër ditën, kështu që ja se po shkruaj me këtë, ikën ajo hija e saj e bukur. Ikën nuri. Duket kur është dikush duke u trajtuar. Po, edhe një pyetje të fundit, kam unë nëse edhe ju s'keni diçka tjetër për të thënë. Jo, thjesht është edhe mendjesia, vazhdoj të ajo ndjesia që përmenda edhe herën e kaluar, të jep ndjesia kur dikush ka interes realisht për ty dhe kur dikush thjesht ka një interes sa për të kaluar kohën ose thjesht sa për të njohur. Po, se mbani fjalë kyçe. Përgjithsisht djem duam të kenë shumë opsione. Kështu që sado mund të mos kemi shef, opsionet duhet të qëndrojnë hapur. Tash jo të gjithë janë të suksesshëm, por e tentojnë. Edhe një pyetje që do ju bëja unë të fundit. A është xhelozia diçka që juve ju pëlqen apo është toksike? Mos më thoni këtë, po u bë shumë xheloz, është toksik, po u bë pak është lezetshëm. Po jo, është xhelozia. Jo, më pëlqen xhelozia. Ty të pëlqen? Mos më bëj diplomaten, jo, po jo. Duhet pak me lezet, po jo ekstrem. Duhet të tregoj vendin e vet, duhet të tregoj të gjithëve që është imja, vllate pikë. E kështu pra njerëz ne erdhëm edhe në fund të kësaj puntate për sot, uroj ta keni pëlqyer. Nëse po shtypni atë gishtin lart për t'i bërë like dhe na bëni subscribe në YouTube, mos harroni që na gjeni rrjetet tona sociale. Instagram tashmë edhe në YouTube, se TikTok është akoma fast pikë pyetje, megjithatë shihemi të dëgjojmë në episodin e radhës. Do vazhdojmë të postojmë TikTok se po që bëni mirë dhe ju të kaloni edhe nga Instagrami jon. Hapni VPN-n. Mos u fusni në burg. Ciao njerëz.